shko juve punë tek pastrimi? Mirë. Kemi fillu me marrë vetën, kemi fillu në disa pjesë, sidomos në Prishtinë, bukur shumë, jemi stabilizu, e kemi gogja shumë shërbimin në një nivel që kemi arrit mi reduktu ankesat, ndështë në një mos që mrena dite i kemi 2 mas shumëti. Po, duat t'ju pyes zotëri Reqica konkretisht për një problem, patëm dje një thirrje që vije nga lagja Muharrem Feza, nga rruga Muharrem Feza, pra nga ajo lagje konkretisht e gjithë pjesa, për probleme që kanë me mbeturinat tash e 4 muaj, realisht pra çdo 2 javë thonë që vinë me i marrë mbeturinat dhe po bëhet goxha shqetësuese dhe problematike pastaj si gjë. Se po ndodhen vonesa të tilla? Si qëndron, ka mos dakordime? Nëse kishim ditë sakt emrin e rrugës, nështë e kishim posë më atlet me dhonë një përgjigje, sepse nuk kemi pranu në ankes në pastrim për këtë zonë, dhe është mirë me di që momentalisht në Prishtinë janë të operu edhe 2 operatorë tjerë privat. Mirë po, ne jemi në komunikim vazhdueshëm me drejtorinë e shërbime publike në Prishtinë, dhe tash të fundmi nave që kemi edhe digitalizum edhe për cilin e planit operativ. Shtu që nëse kish mujt ankusit paktën me na jep emrin e rrugës, se s'do duhet kishte vonesa në lagjën Muharrem Feza, nëse veç është shërbim derë më derë. Nuk pedia është rasti veçantë, shtu ndë një shtëpi e cila ka mirë pa shërbim, a është komplet lagja, shtu që nëse mundet, edhe nëse ju shkruan, veç në i përvardoni emrin e rrugës, edhe besoj që na kemi me intervenu shumë shpejt. Po, qytetarja realisht vetëm ka lënë emrin e rrugës, telefonoi dje në emision, ishte për rrugën Muharrem Feza, kështu e përmendi, por që në ka mundin e zotëri Reqica me dërgu të pak të një ekip andej edhe besoj që me verifiku si qëndron situata. Pe kemi një telashe se rruga Muharrem Feza, po është rrugë kryesore e cila ka shërbim vetëm me kontinjerat në dhajnë një piknik. Ndërsa rrugicat për rreth, se cila e ka një emërtim të rrugëve. Shtu që nëse mundet emërtimin e rrugës, na sigurisht kemi me intervenu shumë shpejt. Po, pa tjetër. Nësë po të dëgjojmë, pra edhe telefonuesja, pa tjetër, për cilën. Po me gjithat, mund të dërgoni besoj një ekip aty për ta parë gjendjen tjetër. Gjithësysh, unë e nisi një ekip, unë e nisi në fakti kemi ata kryepunëtor të përgjes, unë tash komi nis me po gjendjen qysh është rrugë për rrugë, edhe me shiku, sepse është një telashe të një pjesë rrugës Muharrem Feza me Sharon. Ato ka qenë kalumen me shtëpi dhe shërbime është hyrë derë më derë. Dhe tash se fundmi prej momentit kur ka fillu ndërtimi i lartë, atje ka ndryshu edhe lloji shërbimit, sepse në momentin që po banesa kolektive, ata ndryshon shërbimin nga derë më derë në kontinjer. Mirë po në disa pjesë lagjeve, 80% e lagjës është banesa kolektive, ndërsa një pjesë e vogël ka meta ende me shtëpi. Dhe këtu ka njëherë po na shfaqen këto problematika, mirë po normalisht na kurdo që na njoftojnë ne çdo herë intervenojnë kur reale. Po, falenderoj shumë zotëri Reqica edhe për këtë lidhje direkte, por edhe për këto, pra do të shkojë një ekip megjithatë tek rruga Muharrem Feza. Falenderoj shumë për këtë lidhje direkte. Patjetër, shumë faleminderit edhe për anës juaj. Faleminderit.